kam ble, thot, bimën e sidrit, pluhur, si përdoret. Lusë Allah në gjellë që të shëroj, të begatoj, t'jep mirësi edhe bereqet. Unë nuk e di si përdoret, edhe nuk e di për çka të jetë duke dasht me përdor. Prandaj, ma mirë është me i pyet ata të cilët merren me këto, me dyqane në cilat shesin disa produkte, të cilat janë të përmendur në për hadithe. Pra me i pyet ata që shesin këso produkte, ata ndinë ma mirë. Pronarët e lokaleve që shesin produkte islame, kështu po e quaj sepse e kuptoni ma sakt, se gjitha produktet janë islame përderisa s'janë haram. Edhe me shit tesha, që këto tesha tonë që e kam vesh, është edhe produkt islam, se përderisa nuk është haram, por për me kuptu ju ma mirë e keni parasysh çka kam qëllim me produkte islame, domethënë që përmenden në hadithe. I këshilloj ata që t'jenë sa më të sinqert me njerëzit kur ju shesin sene, t'jenë sa më të kujdesshëm, t'jenë t'ju tregojnë drejt, të mos i thojnë s'ka gale kjo, s'ka gale ajo. Disa mjalta që i shesin mjalt për këtë, mjalt për atë, ka pak teprim, kujdes, nuk du të përmendi, por ju e dini se ka raste kur po teprohen mjalt për këtë, mjalt për atë, keni kujdes. Allahu i bekoft e ju rujtë.